Shqipëria po hyn në ditët e emocioneve të mëdha pasi pas pak javësh do të luajë 2 ndeshjet e fundit kualifikuese për në Kupën e Botës, ku qezinjt kanë testin e parë më 13 nëntor kundër Andorrës, aty ku mundet të vendosen fatet e kuqezinjve në këtë rrugtim që mund të hyjnë në histori. Pas Andorrës, Shqipëria do të presë Anglinë në Air Albania, e cila do të jetë sfida e fundit e skuadrës sonë për këtë vit dhe për këto kualifikuese që kanë pasur jo pak emocione. Në 6 ndeshjet e zhvilluara në grup, Kristian Aslani është lojtari që nuk ka humbur asnjë moment, duke qenë i vetmi aktivizuar në të gjitha ndeshjet dhe pa u zëvendësuar asnjëherë. Ndërkohë të shumt janë edhe lojtarët që janë grumbulluar me Shqipërinë, por që nuk kanë debutuar në këto kualifikuese dhe po presin ende për shansin e tyre. Më të aktivizuarit. Kristian Aslani është futbollisti që ka luajtur më shumë në këto kualifikuese. Mesfushori Torinos ka zhvilluar me Shqipërinë plot 540 minuta, që përkon me 90 minuta për ndeshje, pa përfshirë këtu minutat shtesë që mund të jenë akorduar në sfida të ndryshme. Mesfushori ka realizuar edhe një gol vendimtar, duke shënuar me penallti ndaj Letonisë në fitoren që kuqezinjt morën me rezultatin 1-0. Mund të duket e çuditshme, por portieri Tomas Strakosha, që është aktivizuar në 6 ndeshje gjithashtu, ka në këmbë 532 minuta, 8 më pak se Kristian Aslani. Gardiani kuqeziu dëmtua në ndeshjen ndaj Andorrës dhe 8 minuta para fundit ai u zëvendësua duke i lënë vendin Elhan Kastratit në humbjen që Shqipëria pësoi me rezultatin 3-0. 5 vendet e para si lojtarët me më shumë minuta plotësohen nga Qazim Laçi me 472 minuta, Ajeti me 450 dhe Julian Shehu me 445 minuta. Jashtë kësaj peshe gjendet Berat Gjimshiti. Kapiteni kuqezi ka luajtur në 5 ndeshje duke marrë 427 minuta, ndërkohë që ka munguar në sfidën kundër Letonisë në transfert për shkak të kartonëve. Lojtarët pa minuta. Nga të gjithë futbollistët që Silvinho ka grumbulluar në kualifikueset e botrorit, 10 futbollistë ende nuk e kanë provuar shihen e ndeshjeve zyrtare. Kështu me Don Berisha, që u aktivizua edhe në Europian nga trajneri brazilian, shpreson që të gjejë minuta në këto 2 sfida të fundit, ndërkohë që as portierët Dajsinani, Sherri e Simoni nuk kanë debutuar ende. Lojtarë të tjerë që nuk kanë luajtur asnjë minutë me kuqezinjt janë Cake, Çokaj, Kristian Shpendi, Bruti, Gripshi dhe Andi Hadroj. Sakaj, që vetëm 1 minutë ka arritur të marrë Nea Mihaj, si dhe i dyti me më pak minuta renditet Elhan Kastrati, portieri vetëm përveç Strakoshës që ka pasur mundësi të luajë në kualifikueset e botrorit. Më të zëvendësuarit. Lojtarët që kanë provuar më së shumti ndjesinë e zëvendësimeve duke u larguar nga fusha e blert janë Armando Broja dhe Qazim Laçi. Të 2 lojtarët e kanë nisur si titular në të gjitha sfidat e luajtura, ndërkohë që vetëm një prej tyre e ka përfunduar deri në fund. Në 5 sfida të tjera, Broja me Laçin janë zëvendësuar nga trajneri Silvinho. 4 herë është zëvendësuar sulmuesi Rejmanaj nga 5 sfidat që kanë nisur si titular, ndërkohë që Bajrami e Hoxha janë ndruar nga 2 herë. Lojtari që ka hyrë më shpesh në lojë si zëvendësues është Mirlind Daku. Sulmuesi Rubin Gazanit nuk është aktivizuar në asnjë ndeshje si titular, duke u aktivizuar në 4 sfida të tjera nga stoli rezerv.